Nisja e sezonit turistik ka rikthyer fluksin e lartë lëvizjeve në pikat e kalimit kufitar të vendit. Gjatë 24 orëve të fundit në pikën e kalimit kufitar të Moriçanit është regjistruar një numër i lartë qytetarësh dhe mjetësh që kanë hyrë dhe kanë dalë nga territori shqiptar. Rreth 13.500 persona kanë lëvizur gjatë 24 orëve të fundit në pikën e kalimit kufitar të Moriçanit. Fluksi më i lartë është në hyrje të territorit shqiptar. Sipas autoriteteve, aktualisht po punohet me 3 sportele në hyrje dhe 3 në dalje. Mbi një qisor. Do shkojmë, po nuk e di pse arsye, nuk e di pse është tonë kjo ngushëm këtu. Ndoshta për shkak të fluksit? Nuk e di. Ose mos puna, ma kryesorja. Domethënë nuk punojnë. I lojnë njerëz me prit në këtë nxehtë. Nga vini ju? Nga Gjakova. Ku të shkoni? 0 për vizitë. Ka vëllai 10 minuta, po gjithkund në për kofi pritet, si në Malzi, në Kroaci, gjithkund në për gjitha. Burimet zyrtare nga policia kufitare bëjnë me dije se përgjatë vetëm një dita janë regjistruar rreth 13.500 hyrje dalje. Fluksi i shtuar vjen kryesisht nga turistët e huaj, por dhe nga migrantët shqiptar që zgjedhin këtë pikë lidhse me Malin e Zi dhe pjesën tjetër të Europës për të nisur pushimet e tyre. Ndërsa pritet që në ditën e vijim fluksi lëvizjeve nga kjo pikë të rritet.